Zotri Kajtazi, sot e më është arrestu një person dragash i cili dyshohet për spionazh. Fatkeqësisht personin fjalë u pa që ka vizituar institucionet, presidencën, qeverinë. Na tregon ç'është është e mundur një person më fut kaq lehtë në institucionet kryesore të Kosovës. A ka pas mundësi mu parandalu? Po, zakonisht këto gjëra shtetet serioze i parandalojnë para se të ndodhin, dhe në shtete serioze është e vështirë qasja të personat që bartin pozitat larta shtetnore, për arsye se ka protokollet të veçanta se si mund t'i qashtës, dhe në çfarë kushte mund t'i qashtës presidentit, kryeministrit, ministrave të tjera. Si që ditë, Kosova është një demokraci e brisht, pjesa më e madhe politikanëve nuk kanë kulturë të sigurisë, një pjesë e madhe e politikanëve më tepër i kushtojnë kujdes imazhit të vetë me qëllim të përfitimeve politike, sesa kujdesit që shteti të ruhet nga penetrimi i agenturave të huaja. Dhe zakonisht ky penetrim, kjo futje në thellësi, siç quhet në gjuhën profesionale, mund ndodh në dy mënyra. Mënyra e parë është dikush aty brenda që mund të krijoj hapësirë, e ka atë punë që të krijoj hapësirë agenturës e cila ka interes që të futet aty për qasje të lehtë. Ta zonë përmes influencës që ka ai person te presidenti, te kryeministri, te ministri, sugjeron që ky person është i rëndësishëm që të vijë këtu dhe ata pa hezitu për shkak të besimit që kanë te personi, ta quajmë agenti rezident, ata e krijojnë këtë mundësi. E dyta është mundësia e depërtimit për shkak të rrethonave, për shkak të pozitave politike që kanë njerëzit, dhe të cilët janë rekrutuar qysh herët nga shërbimi në këtë rast, dhe atyre i jepet detyra që të observojnë në këto hapësira. Zoti Kajtazi, cili ka qenë dami që ka mujtë me u shkaktu shtetit Kosovës e institucioneve të sigurisë nga kjo vizitë, nëse mund të themi e shpesh të këtij personi në institucionet kryesore të Kosovës? E para, për shembull, për AKI-n do të ishte shumë i interes të dihet se si hyjet te presidenti i Serbisë, ose si hyjet te kryeministri i Serbisë. Vetëm hyrja, vetëm rruga, vetëm për një shërbim është e rëndësishme të dihet se për një shërbim kundërshtar. Normal AKI-ja nuk ka pretendime siç ka shërbimi serb në drejtim të Kosovës. Po për një shërbim është e rëndësishme çdo detaj i një ambienti ku ai ka interes të di se çfarë po ndodh. Do të prej kësaj mënyre, prej se si hyjet, e mëtutje. Çdo detaj që del nga këto hapësira, që është me interes për shërbimin kundërshtar, këtë rast për shërbimet inteligjente serbe, është rrezik për Kosovën, për arsye se ata përmes kësaj harte, ta quaj, mund të krijojnë kombinime të ndryshme, edhe për veprime agresive, për vendosje të aparaturave përgjuse, për vendosje të materialeve eksplozive, për vendosje të materialeve kompromituese. Çdo gjë fillon me planin e hyrjes, me mënyrën se si hyjet, kush kontrollon, si të kontrollon, çfarë kontrollon, e të tjera. Kjo është e para. Dami i dytë është se sa ka mund të ketë qasje në dokumentacionin e kualifikuar ky person. Dhe dami i tretë është influenca. Influenca që ky person ka nga një fotografi që e ka bërë me presidentën, me kryeministën, pastaj përmes kësaj fotografie, përmes këtij autoriteti që ai fiton në vende tjera ku shërbimi është interesuar për të grumbulluar informacion, ose për lehtësime që mund t'i krijojë atij dikush për të hyrë në një vend. Ta zëm, ai don të kaloj diçka në dogan, në kufi, dhe në moment që një polic ose një doganier dëshiron t'i bëjë një kontroll të detalizuar, ai ha fotografien
ja unë e kom presidentën të afër, me kryeministrin mirë, punoj në presidencë, do thot edhe influenca, fitimi i influencës përmes këtyre akteve është një rëndësie të veçantë për shërbimin. Krejt për fund, deri me tani nuk kem pa një reagim ish presidentës faktikisht Kosovës edhe kryeministrin detyr Albin Kurti. Më herët kanë qenë gojë plot sa i përket këtyre çështjeve, domethënë kem pa një reagim që ka pas më herët edhe ish presidenti sa i përket për një rast gjykatë kushtetuese. Tash edhe ai rast është shumë sensitiv, presidentja e vendit, unë kam reaguar disa herë, presidentja e vendit nuk ka kurfar autorizimi të tregoj se në një institucion ndodhet një agent kështu apo ashtu. Presidentja... Me tregu opinionit oficiala për gjykatën kushtetuese. Presidentja ka autoritetin e thirrjes së institucionit, këtë rast AKI-s, prokurorijës, thotë se unë kam një informatë nga një qytetar që një person i cili punon në gjykatën kushtetuese është agent i BIA-s. Dhe kaq, presidentja ka dalë me një informacion i cili edhe në qosaj ka qenë agent i BIA-s, ka dëmtu procesin e hetimeve, e ka pengu punën e AKI-s këtë rast. Në rast tjetër, në qosaj nuk është agent i BIA-s, ka njollos institucionin më të lartë vendit, institucionin që e mbikëqyr krejt jetën kushtetuese në Kosovë, ka njollos, i ka vendos një dëmë shumë të madhe, se ai në atë institucion punon një agent i BIA-s. Dhe kjo është qetësuese për nivelin e njerëzve që punojnë në institucionet e Kosovës, për një nivel që ne kemi pas presidente, dhe shumë është shqetësuese, që kjo nuk ndodh në asnjë vend. Tani, t'i kthehem pyetjes tuaj direkte, ajo pse nuk ka reagime. Nuk ka reagime për arsye se është penetrim shumë i thellë. Është penetrim i thellë që dikush të hyjë në kabinetin tënd, të fotografohet me ty dhe ai të rezulton të jetë agent i një shërbimi armik. Dhe çka duhet të ndodhë realisht në botën perëndimore, kem pas rastin e Willy Brandtit, kryeministrit më popullor gjerman, është zbuluar se një nga këshilltarët e tij politik ka qenë agent i BIA-s, i KGB-s. Dhe ai ka dhënë dorëheqje. Ka dhënë dorëheqje. Pa kurfar vlerësimi u bë dama, sa dama, ai ka dhënë dorëheqje, vetëm e vetëm për të pastruar ndërgjegjen dhe për t'i transmetu kombit gjerman se sa e ndjeshme është kjo punë. Kemi rastin tjetër të kryeministit austriak, Kruz. Ai pas një kohë shumë të shkurt, ai djali i ri, pas një kohë shumë të shkurt, dha dorëheqje nga se një ministër i tij kishte hongër darkë me një oligarke ruse, e cila ka rezultuar se ka qenë agente e shërbimeve inteligjente ruse. Dhe pse e bëri këtë? Për arsye se perandoria austro-hungareze në luftën e parë botërore, dëmët më të mëdha i ka pësuar nga një spion, nga një kolonel që ka qenë austriak, i cili u ka dhënë planet ushtarake rusëve dhe faktikisht u shkatru nga një njeri, u shkatru një perandori. Nuk është e thjesht një spion në institucionet e një vendi. Unë e kam shkruar shumë herët një artikull ku kam konstatuar se serbët në Kosovë kanë lënë 720 agent të tyre dhe 720 agent kanë vlerën e 72 batalioneve. Dhe tash imagjinoje një batalion ka 600 dhe 700 vetë. Sa njerëz janë këtu mbrenda, në këtë territor, në këtë hapësirë për 11.000 km2, që e rënojnë çdo ditë këtë.